Gjithçka është gati, gara mund të startoj. Presum kantonin. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shohim tani se kush do të jetë më i suksesshëm, Feridi që ka pasur punë gjatë tërë jetës me topa të basketbollit, apo Trimi që i pari e ka goditur topën. Është Feridi më afër. Duket se topi është duke u bartur pak nga ana e Feridit. I cili e mbron me ato dhe pika e parë, raundi i parë për grupin Stin Dashurie. Bravo Trimi, bravo. Një duart trokitje më e përzemërt për Trimin me raundin e parë minutë. E tash ta shohim nëse Feridi do të jetë më i aftë në këtë raund të dytë apo jo. Ferit shumë afër ta humbësh edhe raundin e dytë. Shohim nëse Feridi do të motivohet pak që ta barazoj këtë sfidë. Shumë afër është që ta fitoj këtë raund Feridi. Po e sheni se të dy garuesit janë duke u ndihmuar nga kolegët e tyre, shpresojmë që edhe publiku do ta bëjë të vetën për të ndihmuar këtyre dy garuesve. Ja, dhe një goditje nga Trimi dhe raundi i dytë për Trimin. Trimi shumë i suksesshëm, bravo Trim. Ferit pak strategji me variantën tone. Po thuaj se i ka fituar 5 pikët Trimit, shohem nëse Feridi s'faku do ta fitojë atë raundin e nderit. Gati, start! Ja, godet Trimi topin. Nuk e lejon Feridi që të e ka përcej dhe arrin të rëndoj raundin e tretë. Legendat më në fund e fitojnë raundin e tretë.